الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Lavdrimet më sinqerta I takojnë vetëm Allahut të Madhërisëm, vetëm atë falenderojmë dhe vetëm prej Tij ndihmë e falje kërkojmë. Atë që udhëzon Allahu plotfuqishëm s'ka askush mund ta humbë, dhe atë që Allahu I madhruar e devijon s'ka askush mund ta drejtojë në rrugën e drejtë. Dëshmoj e deklaroj se nuk ka asnjë Zot që meriton të adhurohet me të drejtë përveç Allahut, I cili është një I vetëm, nuk ka ortak. Dhe dëshmoj e deklaroj se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ishte I dërguar I Tij I fundit, I cili na përcolli këtë shpallje Kur'anin famlar. Salavatet dhe selamet, lavdrimi dhe paqja qofshin mbi të, familjen e tij, shokët e tij dhe mbi të gjithë ata besimtar musliman që pasojnë rrugën e tij dhe udhëzohen me sunetin e tij deri në ditën e gjykimit. Të nderuar vëllezër besimtar, njeriu jeton gjatë gjithë jetës së tij për me qenë I dashur. Kështu kërkon të jetë I pranuar në sy të njerëzve, I vlerësuar në familje, I respektuar në shoqëri dhe bën përpjekje të jashtëzakonshme, sakrifica, madje ndryshon në sjelljen e tij vetëm që të fitojë zemrat e njerëzve. E ajo që sot ndoshta do ta shtjellojmë apo do të flasim me lejen e Allahut të Madhërisëm është që një pyetje që ndërlidhet me këtë paralelizëm. Ajo është se vërtet nëse ky është synimi I njeriut në jetën e tij në këtë dynja, atëherë a është vërtet një synim, një qëllim I drejtë dhe a duhet me qenë ky ai qëllimi më I madh I jetës së tij, apo ka diçka tjetër që është më e rëndësishme se kjo, apo ka diçka tjetër që është përtej këtij qëllimi që e kanë shumica njerëzve në përgjithësi. Për faktin se nëse njerëzit në këtë dynja mundohen me I hinë qef ndonjë udhëhesi, apo mbreti, apo sunduesi, apo drejtori, apo dikush që kem ndonjë interes ndaj tij dhe mundohemi me bë veprime që të jemi I afërt me të, atëherë ku është gjendja e besimtarit, muslimanit të mirëfill, I cili apo do duhej ta kishte synim të parin edhe të fundit me arrit kënaqësinë e krijuesit të tij, Allahu të plotfuqishëm, në dorën e të cilit është çdo gjë, çdo sen, çdo gjë që lëviz, ndodh dhe realizohet në këtë dynja është me vullnetin, me dëshirën dhe me aprovimin e këtij krijuesi, Allahu të plotfuqishëm. Prandaj, vërtet, nëse lodhemi ne dhe japi mundin ton për me arrit kënaqësinë e njerëzve, atëherë vallë, a jemi duke bërë të njëjtën, a lodhemi njëjtë për me arrit kënaqësinë e Zotit ton, Allahut të Madhërisëm. Pastaj, në anën tjetër, nëse friksohemi që po e humbim respektin e dikujt prej njerëzve, a jemi duke u friksu apo duke pas dert se mos hupim kënaqësinë e Allahut të Madhërisëm në punën tona dhe në veprimtarinë tonë në përgjithësi. Prandaj, ky është dallimi në mes të njeriu që synon me arrit kënaqësinë e Zotit të Madhërisëm, edhe në mes atij njeriu I cili, pra synimi I tij është me qenë I mirë dhe me qenë I respektuar dhe me qenë I dashur tek njerëzit dhe tek krijesat në këtë dynja. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam të nderuar vëllezër në një hadith thot kështu, në hadithin e saktësin e shënon Muslimi në koleksionin e tij, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, idha ahabba Allahu 'abdan nada Jibril inna Allaha yuhibbu fulanan fa ahibbah. Përkthimi, po thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në këtë hadith, thot kur Allahu I Madhërisëm e don një njeri,
e thret Gjibrilin, melekun më të madh, melekun e shpalljes, Gjibrilin alayhis salam, dhe i thot Allahu e don filanin, prandaj duaje edhe ti. Edhe meleku Gjibril, po thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e don çat njeri që e ka dashur Allahu i madhreshëm, edhe thret në qiell. Pra thret në qiell, edhe thot vërtet Allahu e ka dashur filanin, prandaj duajeni edhe ju. Pra ju thret krijesave të qiellit në përgjithësi, prandaj duajeni edhe ju. Edhe krijesat e dojnë atë, edhe po thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thumma yudau lahu al-qubula fi al-ard. Përkthimi, pastaj ati njeriu pra i vendoset pranimi në tokë, që domthon bëhet i pranum edhe në tokë. Fillimisht pranimi dhe dashuria fillon në qiell, pastaj i zbret ajo dashuri dhe ai pranim edhe në tokë, me një fjalë te krijesat toksore. Të ndalemi pak, vëllezër të nderuar, në këtë hadith të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe të analizojmë edhe të meditojmë rreth kësaj. Po thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kur Allahu e don një rob, idha ahabba Allahu abdan, kur Allahu e don një rob, pra ka prej krijesave, ka prej njerëzve që Allahu i madhreshëm i don ata. Dhe kjo dashuri është përtej çdo dashurie tjetër, vëllezër të nderuar. Pra, nuk është kjo një fjalë e lehtë, nuk është domosdoshmë vetëm një fjalë që thuhet, po ta analizojmë domethënien e kësaj me dasht Allahu, kur Allahu e don një rob, dhe sa është mundësia që ne të jemi nga këta krijesa apo këta njerëz që Allahu i madhreshëm i ka zgjedhur në këtë formë, qashtu që shpa e përmend pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në këtë hadith. Pastaj të ndalemi në çështjen tjetër, po thot e thret Gjibrilin. Gjibrili, vëllezër të nderuar, është meleku i shpalljes, kështu njihet, dhe është meleku ma i madh, ma i madhrum në kuptimin e vlerës se sa krejt melaqe tjera. E thret Allahu i madhreshëm këtë melaqe, edhe i thot Allahu e don filanin, prandaj duaj edhe ti. Pra, nuk është një dashuri e Zotit madhreshëm, një kënaqësi e Allahut madhreshëm ndaj këtij robi që ndalet në një ndjenjë që e ka njeriu, domthonë aspektin shpirtëror apo bindje e kështu me radhë, po jo te i kalon kët. Prandaj edhe Allahu i madhreshëm e thret Gjibrilin dhe i thot Allahu e don filanin, prandaj duaj edhe ti. Edhe Gjibrili e don çat njeri. Edhe pastaj thret Gjibrilin në qiell, dhe i thret krijesat e qiellit që si rezultat i asaj dashurie edhe kënaqësie të Allahut madhreshëm ndaj këtij njeriu, ndaj kësaj krijese, që më e dasht edhe krijesat e qiellit në përgjithësi. Pastaj po vazhdon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe thumma yudau lahu al-qabula fi al-ard, prandaj pas kësaj i zbret pranimi edhe në tokë. Dhe kjo është lidhja direkte i kënaqësisë së Allahut madhreshëm që me qenë njeriu i pranum edhe në këtë botë, në këtë dynjë. Prandaj, vërtet vëllezër të nderuar, me qenë i pranum apo pranimi nuk është vetëm një qasje që e ndërton njeriu me imazhin e tij që synon me realizu, apo me fjalë që i blen edhe i mundohet me kriju ndikim posaçërisht në kohën bashkëkohore me mjetet sociale në përgjithësi, pra pastaj prap nuk fitohet me manipulim apo mashtrim dhe joshje të njerëzve, po ky pranim zbret prej qiellit në tokë, edhe pastaj edhe fillon do thotë të shtrihet edhe te krijesat toksore tek njerëzit në përgjithësi. Çka kuptojmë nga kjo hadith pejgamberit sallallahu alaihi wasallam të nderuar vëllezër, është që vërtet esenca tek njeriu është me synu kënaqësinë e Zotit madhreshëm. Me synu që Zoti me qenë i kënaqur me ne. Nëse këtë e ke realizu, atëherë të gjitha të tjerat vinë pas kësaj. Dhe të gjitha janë të varura me këtë esencë dhe me këtë parim që duhet me e synu besimtari dhe njeriu i cili synon me arrit suksesin në këtë dynja dhe në botën tjetër. Për arsye se po e shohim që vërtet dashuria ndaj Allahut madhreshëm po bëhet sebeb
që edhe njerëzit të tjerë me dash ty edhe me qenë i pranum tek ata në përgjithësi. Me një fjalë, nëse të dënë Allahu, të pranojnë edhe njerëzit. Nëse jo, atëre lodhësh këtë, munohesh, do shta arrin në një form apo tjetër me përfitu ndo një respekt apo dashurin ndaj disa individve apo shtresave, por ato të ndërlidhura me interesat caktuara që në atë moment që humben apo treten ato, prap kthehet ai pranim në refuzim tek njerëzit. Sa herë kemi dëgju apo kemi parë situata dhe rrethana të konkrete në të cilat njëri është ngrit shumë derisa ka pas pozit, ose ka pas pasuri, ose ka pas ndonjë ndikim, po në atë moment që e ka hup atë, pastaj është kthy dhe njerëzit ja kanë kthy shpinën. Prandaj vërtet, nëse dojmë me e realizu pranimin e mirëfillt, ajo ndërlidhet me atë që e përmendim, pra me qiell, i cili zbret pastaj në sipërfaqen e tokës dhe shpërndahet tek njerëzit edhe ai pranim në përgjithësi. Para se me mbyll këtë temë, vëllezër të nderuar, po du me i përmend disa shembuj konkret të kësaj kënaqësie apo njerëzve konkret që kanë arrit këtë kënaqësi tek Allahu i Madhërisht dhe i ka përmend në Kur'anin famlar, për arsye se vërtet njeriu do thot në natyrshmërinë e tij është i krijuar me u bin, ndoshta me thon kushtimisht më shumë kur sheh modelin se sa kur flitet në aspektin teorik apo sqarohet me fjalë e jo me shembuj konkret. Shembulli më i mirë i njerëzve që Allahu i Madhërisht ka qenë i kënaqur me ta apo është ndarë dhe kanë shku nga kjo dynja duke qenë Allahu i kënaqur me ta, është shembulli i sahabëve, shokëve të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Dëgjoni çfarë thot Allahu i Madhërisht në Kur'anin famlar në lidhje me këta njerëz, po thot Zoti i Madhërisht në surën At-Tauba ajeti 100: "Was-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal-ansar wal-ladhina ittaba'uuhum bi ihsan radiyallahu anhum wa radu an." Përkthimi, po thot Allahu i Madhërisht të parët, ata të cilët ja u kanë të kalu të tjerëve, was-sabiqun al-awwalun, pra ata të cilët janë në kategorinë e parë, min al-muhajirin wal-ansar, prej muhajirinve dhe ansarve, do më ata sahabe të cilët janë këtë kategori, pra janë prej muhajirinve dhe ansarve, walladhina ittaba'uuhum, dhe ata që i kanë pasu këta dy kategori, muhajirit dhe ansarit, po thot Allahu i Madhërisht radiyallahu anhum wa radu an. Allahu është i kënaqur me ta dhe ata janë të kënaqur me Allahun e Madhërisht. Pra, po e shohim në formë konkrete, kjo është do thot kategoria, brezi i parë i muslimanëve që e kanë shoqëruar Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, këta janë ngrit në këtë kategori që Allahu i Madhërisht me au dhan këtë epitet që këta, kjo gjenerat, ky grup i njerëzve janë ata që Allahu i Madhërisht është i kënaqur me ta. Edhe ata janë të kënaqur me Zotin, me krijuesin e tyre, pra ata ky brez i sahabe, pra nuk ishin që kanë synu me qenë të pranum dhe të dashun në tokë me synime dhe interesat të shkurta apo të ulta të shkurta në kuptimin e interesave të kësaj dynjaje, po synimi i tyre ka qenë me qenë Zoti i Madhërisht i kënaqur me ta, prandaj edhe është realizu kjo edhe në këtë formë, edhe i dim, edhe kuptohet, edhe dihet që vërtet kjo ka qenë gjenerata që vërtet kalon mbresa, kalon gjumë të forta në historinë islame. Pra, është ai brezi i muslimanëve, brezi i muhaxhirëve dhe ansarëve, të cilët edhe pasi që kanë ndru jetë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, kanë vazhdu emanetin e tij, kanë vazhdu përhapjen e islamit anë e kënd botës. Pra janë bas sebeb kjo gjenerat, këta njerëz që vërtet ne t'jemi nga ata pjesëtar të kësaj feje si rezultat i mundit, sakrificës edhe veprës edhe punës që e kanë ba kjo gjenerat, ky brez i sahabeve nga muhaxhirët dhe ansarët, prandaj edhe kanë realizu këtë epitet. Pra Allahu është i kënaqur me ta. Edhe ata janë të kënaqur me Zotin e tyre. Pastaj prej kategorive të tjerë, për arsye se shpesh herë
dimna edhe kem qef me thonë, këta kanë qenë sahabe, shok që kanë pa pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, është vështirë edhe është e dengë që Allah me qenë i kënaqur me ta, për arsye se kanë jetu në një jetë së bashku me të dërguarin ton Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, edhe dojmë me e arsyetu në një formë apo tjetër neglizhencën tonë. Po dëgjojeni çfarë thot Zoti i Madhreshëm në surën El-Bejjina, në ajetin e 8, kur flet për ata njerëz, në fakt secili prej neve, duke mos përjashtu asnjërin nga njerëzit, mundet me rënë këtë kategorinë e atyre që Allah i Madhreshëm me qenë i kënaqur me ta. Kush janë ata? Ata të cilët jetojnë me Islam edhe japin kontributin e tyre, pra punojnë në përputhje me atë që Allah i Madhreshëm ka tregu, edhe ka shpjegu, edhe ka urdhëruar në Kur'anin famlar. Ku thot Allah i Madhreshëm, innal ladhina amanu wa amilus salihati ulaika hum khairul bariyya. Vërtet ata të cilët kanë besu, pra e kanë pranu Islamin për fetë të drejtë dhe e kanë pasu pra këtë besim me punë të mira, me vepra, e kanë dëshmu pra këtë iman me veprat e tyre, këta janë njerëzit po të krijesat më të mira që mund me ekzistu, që Allah i Madhreshëm i ka krijuar, edhe tutje në vazhdimin e ajetit, po thot Zoti i Madhreshëm prap, thot radiallahu anhum wa radu an, Allahu është i kënaqur me ta dhe ata janë të kënaqur me Allahun e Madhreshëm. Prandaj vëllezër të nderuar, mos thuj, këta kanë qenë sahabe dhe këta kanë arrit këtë grad, nuk ka dyshim që vërtet ata janë brezi ma i jashtëzakonshëm. Pra ashtu që flet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe me pas sa pasurinë e krejt dynjas edhe me dhanë, nuk arrin vlerën e këtyre. Por në anën tjetër Allah i Madhreshëm nëse don me arrit kënaqësinë e Zotit Madhreshëm, atëherë mundesh vetëm nëse punon sipas mësimeve islame, asaj që na ka mësu Allah i Madhreshëm dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithe të shumta, e arrin kënaqësinë e Zotit Madhreshëm. Prandaj edhe Allah i Madhreshëm në një ajet tjetër në Kur'anin famlar, në surën El-Fajr, në përmbyllje të ajetit, kur flet për këta njerëz, për këta besimtar, për këta shpirtra që vërtet kanë jetu në këtë frymë, i thret edhe tregon se edhe përfundimi i tyre do t'jetë në këtë formë, domthonë me qetësi, edhe me rahati, edhe me këtë arritje të kënaqësisë, ku Allah i Madhreshëm po tregon se si thritet një besimtar, një shpirt musliman i cili është në momentet e vdekjes së tij, ku thot ja ayyatuhan nafsul mutma'inna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiya. Përkthimi po i thot o ti shpirt, pra i besimtarit mirëfill, besimtarit që e ka jetu Islamin jetën e tij të përditshme, po e thret, thot ja ayyatuhan nafsul mutma'inna, o ti shpirt i qetë, domthonë në një pozitë domthonë më të madhe të qetësisë, irji'i ila rabbiki, kthehu te Zoti yt radiyatan mardiya, duke qenë ti i kënaqur me krijuesin tën, edhe Allahu duke qenë i kënaqur me ty. Pra, kjo është ai proporcioni dhe mënyra e arritjes së këtij epiteti të këtyre njerëzve, këtyre besimtarëve, pra që arrin kënaqësinë e Allahut Madhreshëm. Për këtë shkak edhe synimi jon i pari dhe i fundit në jetën tonë të përditshme nuk duhet me synu që me qenë i pranum të këtë tjere, të krijesat, por as të fama, as vepra tjera, por me qenë synimi jon i pari edhe fundit, me arrit kënaqësinë e Allahut Madhreshëm, për arsye se nëse arrin këtë, atëherë të gjitha të tjerat vinë, apo të themi më mirë, janë të varura me këtë kënaqësi që e synon besimtari me arrit me vepra dhe me punë. Pra kjo është standardi i vërtet, vëllezër të nderuar, i suksesit, për arsye se çdo gjë që e fiton njeriu në këtë dynjë, prej sukseseve me thonë, apo edhe prej pranimit, edhe prej dashurisë së krijesave, e tëra mbetet në këtë dynjë, kurse pranimi apo arritja e kënaqësisë së Allahut Madhreshëm është diçka që e shoqëron besimtarin në këtë dynjë, po gjithashtu edhe në botën tjetër, edhe kush e ka fitu, pra këtë fiton gjithçka, e kush e humb këtë ka humbur shumë, dhe në fakt ka humbur gjithçka, edhe pse ndoshta pretendon mundet me e mashtru veten e tij se ka fitu diçka nga të mirat e kësaj dynjaje. Prandaj ta zhvendosim fokusin tonë, vëllezër të nderuar, në atë që është
primare edhe është e rëndësishme, ajo është arritja kënaqësisë së Allahut Madhërisëm e mos hutohemi në synime tjera në jetën tonë të përditshme, edhe me lejen e Allahut javën tjetër në hutbën e ardhshme do të flasim me disa aspekte praktike. Për arsye se deri tani kemi folur me aspektin e rregullave dhe parimit edhe rëndësisë së kësaj arritjes së kënaqësisë së Allahut Madhërisëm, e javën tjetër inshallah do të flasim me disa aspekte praktike, shembuj konkret nëpërmjet të cilave mundemi me arrit kënaqësinë e Allahut Madhërisëm, pra me sjellje konkrete të njerëzit në këtë dynjë. Lutim Allahun e Madhërisëm me na bën nga ata të cilët vërtet pra e arrim këtë kënaqësi të Zotit Madhërisëm. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa ala adh-dhalimin was salatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udhu billahi as-sami'il alim minash shaitanir rajim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك في العالمين حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك في العالمين حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.